O, zot, më në fund I kthehemi normalitetit prap. Kisha 3 ditë me temperaturë, me gryk, me dhimbje trupi, me dhimbje koke, të gjitha këto gjëra që ka njeriu kur smuret. Po, për momentin temperaturë s'ka më, është dita e tretë, shqyr zotit, ndërsa grykët vazhdojnë më dhëmin pak. Nuk e di, unë e kam nis këtë muaj në mars, në fillim të marsit u smura nga veshi mesëm. Në fund të marsit më kapi kjo viroza, nuk e di qa është, ka njeri tjetër që është sëmur, po mendoj që është viroz nga ndryshimi I temperaturave të kohës, njerë ftohtë, njerë ngrohtë, po merret vesh apo bëhet. Unë bëra një dush, mirë, do thaj flokët, do vishem dhe do iki në studio sepse kam disa orare për sot, janë disa vajza që kanë dasëm. Për të lyer nuk është se do lyem këtu, ose da mund të lyem. Nuk e di ta shikoj, mund të bëndoj një concealer. Shikoj që marr mesazhe nga disa goca që më thonë që duan të bëhen nuse dhe më pyesin Dorisa a bën nuse. Patjetër që unë bëj nuse. Nuk e di nëse kam theksuar dhe më përpara, ndoshta është gabimi im që nuk e kam thënë. Kam edhe disa paketa nusesh, por nuset nga ana ime ka dhe një privilegj që nëse nuk kanë mundësinë të vinë në studio, unë u shkoj tek ambienti ku ato duan. Ky vaj I Kosuallës, fantastik. Unë nuk hedh shumë sepse unë kam flokun tendencë yndyrosje, po është fantastik ta mbështjell flokun, krijon një shtres mbështjellse. E unë thava flokët, do bëj vetëm shumë pak make-up, concealer, rimel edhe pak buzët. Do I tregoj pak të gjithë atë itinerari se si u sëmura unë. Po veja në punë, një nga punët e mia është bëj marketing për biznese të ndryshme dhe po veja në një nga këto biznese që është Agavia, është plazhi. Dhe ditën që kam vajtur unë ka qenë super shumë ftohtë, shumë ftohtë dhe frynte një herë, o zot të thante. Për këtë vit s'kisha ndjerë ndonjëherë aq ftohtë sa ndjeva atë ditë. Dhe mua po më rrihte një herë keq fare, po ju them, aq keq, sa mua në moment më filloi një dhimbje të tmerrshme e kokës nga era e ftohtë që po më vinte dhe filluan po më kullonin hundët dhe kam vajtur drejt e në shtëpi e jam shtrir, I kam thënë mamit po më dhëmin shumë grykët, tani unë ja hedh kësaj gjëje. Ndoshta kjo ka qenë ajo gjë e fundit që e ka zgjuar virozën tek unë, se më ndodhi direkt pasi më rrahu aq keq ajo era, o zot, edhe më filluan grykët në moment dhe më dhimbte koka. Kjo ka qenë në mbasdite nga ora 8, pastaj nga darka nga ora 12 mua më hipën një temperaturë e lartë me super ethe. Atë natë kam qenë gjithë natën me temperaturë. Jam çuar të nesërme në mëngjes në orën 6 të mëngjesit kam pirë po prap një qetësues që të më ulte temperaturën. Gjatë ditës çdo 3-4 orë mua më hipte temperatura, më zbriste, më hipte. Pija qetësuesi më zbriste, më mande 3 orë, ngri prap temperaturë. Dhe të nesërme unë kisha dhe orar tek puna. Nuk e di thash si do e bëj se as nuk e lajmëroja do tjetrën t'i thoja që shiko se unë nuk vi dot, sepse duhet ta kisha lajmëruar më përpara, e kupton, nuk mund ta lajmëroja unë minutat e fundit. Po mua nga që kjo temperatura, unë se dija që do më kapte temperatura, se gjatë natës më ndodhi. Dhe kam pirë një qetësues përpara se të shkoja tek studio. Isha mirë gjatë kohës që po bëja oraret. Mbaroj oraret, vi në shtëpi, hipën temperatura. Do me thënë si me buton, sa kam ardhur në shtëpi, më filloi një si ethe, kisha ftohtë, grykët mua caruan super shumë. E gjithë ajo dita kështu shkoi me temperaturë, të nesër, do me thënë gjatë natës, po prap me temperaturë, të nesërmen ku jam çuar u çova më e qetë, nuk kisha. Gjatë ditës më hipi vetëm 2 herë temperatura dhe gjatë natës nuk më hipi asnjëherë. Sot jam shumë mirë, është ora gati 3, jam top. Sot vetëm pak grykët më dhëmi, po mendoj që do kaloj, po I mbaj me Sprite. Nëse nuk kalojnë atëherë do marr ndonjë antibiotik. Unë po shkoj të shtridhe flokët dhe po kthehem në fund. Okej, unë u vesha, u bëra gati, flokët I shtriva. Buzët më fshin se hëngra buk, tani do ikë te studio do t'i luaj atje buzët se vajti shumë vonë. Ika ju puth.